Unë hyra te Zëri i Amerikës, pastaj ishte shkollë më vete, një dimension më vete, një agjensi mjafton të them që Zëri i Amerikës është themeluar që në vitin 41 në luftën e dytë botërore, ishte mënyra e propagandës kundër nazizmit në atë kohë, në luftën e ftohtë u bë në periudhën e perdes hekurt ishte zëri më i rëndësishëm i propagandës përsëri të perëndimit, ndaj lindjes së hekurt me Bashkimin Sovjetik në krye, një histori e vërtet. Kur ecën në korridoret e Zërit të Amerikës, ti kupton historinë. Dhe përsëri do ta them, do të thënë ti ecën në korridoret e Zërit të Amerikës dhe shikon për shembull që ka shumë tualete. Dhe thua ti, po ç'është kjo që tualet këtu, tualet atje? Dhe ti kupton dhe të thonë që kanë punuar aty njerëzit me ngjyrë dhe njerëzit e bardhë. Dhe tualetet nuk ishin të njëjta, nuk duhet hynte një grua me ngjyrë atje ku hynte një grua e bardhë. Pra, ti kalon për historinë e Shteteve të Bashkuara në atë vend që nga viti 41 deri kur flasim. Kjo ishte ana historike, pesha, që ti kupton që ka një peshë specifike të punosh në atë vend. Pastaj puna në shërbimin shqiptar ishte një shkollë më vete, sepse kupton fjalën, kupton peshën e fjalës shqip.